Përshëndetje, shpresoj të jeni gjithë mirë dhe mirë se erdhët në këtë dalje të radhës për evërteta.net. Sot do të flasim për me që na kanë bllokuar gjithandej dhe live nuk mund dalim, prandaj po bëjmë këtë video jo live, do të flasim për konfliktin Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Izraelin kundra Iranit. Në këtë konflikt janë bashkuar së fundmi edhe Arabia Saudite, me sa shikojmë edhe Turqia, pra po përdor Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe forcat kundër Iranit po përdoren dhe bazat e Turqisë për të sulmuar Iranin. Pra kemi një konflikt regional, kemi atë që unë kam shumë kohë që po ju them, kam shumë kohë që kam frikë që do të ndodhte, një konflikt total regional, ku shumica e vendeve arabe janë në luftë kundra njëri tjetrit, kundra Iranit, pra u bë ajo që Izraeli donte. Ç'ndodhi? Përpara se të kalojmë tek analizat, tregojmë pak atë që ndodhi. Pra ç'ndodhi sot në mëngjes me orën tuaj dhe natën me orën tonë, u sulmua një grupim, një mbledhje leadershipi në Iran, ku pretendohet se ka qenë edhe vetë Ajatollahu me djalin e tij, disa komandantë të lartë të ushtrisë irakiane. Ky sulm u bë me raketa dhe thuhet se ka qenë i suksesshëm. Pra kemi dy palë për sa i përket suksesit të këtij sulmi. Kemi të konfirmuar disa gjeneral të lartë iranian të vrarë, pra kjo është konfirmuar edhe nga vetë Teherani. Por, për sa i përket asaj që nuk është konfirmuar akoma, për sa i përket vrasjes së Ajatollahut dhe djalit të tij, pra Khomeneit dhe djalit të tij, kjo nuk është konfirmuar. Nga pala izraelite flitet që Khomenei është vrarë, po nga palës izraelite nuk e çti besor sepse ata kanë një palë në këtë luftë. Ndërsa nga pala iraniane thotë që Khomenei nuk është vrarë. Domethënë Khomenei është gjallë dhe do t'japi një intervistë së shpejti. Këtu ama vlen për të theksuar diçka. Doli pala iraniane për para disa orësh dhe tha që Khomenei do t'japi një intervistë pas disa minutash, ai intervistë akoma nuk ka dalë. Gjithashtu, për sa i përket përgjigjes së Iranit, duket sikur diçka ka ndodhur sepse Irani si thua ka shpallur luftë të gjithë shteteve, të gjithë bazave amerikane në lindjen e mesme dhe përpasoj shteteve nga ku janë këto baza amerikane në lindjen e mesme. Pra, përgjigja ishte e disproporcionuar për sa i përket atit atakut ndaj leadershipit iranian, dhe në qoftë se nuk do të kishte një humbje të madhe të leadershipit, nuk do të kishim këtë atak. Për sa i përket daljes së Khomeneit, pra ose Khomenei nuk është gjallë, ose këto llafe për sa i përket vdekjes së Khomeneit janë përhapur në mënyrë që ta shtrëngojnë Khomenein të dalë në një, si thua, dalje live apo të japin ndonjë video në mënyrë që ata ta shikojnë se ku është fshehur, në mënyrë që ta godasin. Pra, këtu jemi për sa i përket këtij aksionit në mëngjes. Pati edhe një aksion tjetër në mëngjes ku u goditën dhe u vra një shkollë me, u thonë se janë vrarë mbi 60 fëmijë. Kjo ishte një goditje nga Izraeli. Unë besoj që kjo goditje është bërë për të arritur pikërisht këtë, pra për të arritur ta çojnë Iranin drejt një lufte totale, pra ta angazhojnë të gjithë shtetet arabe në lindjen e mesme kundra Iranit, sepse ata e dinin, Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e dinin që vetëm të dy forcat të vetme, pa ndihmën e vendeve arabe, pa ndihmën e territoreve, mund të them, se base nuk kanë nevojë për ndihmën e vendeve arabe, por kanë nevojë për ndihmën e territoreve arabe. Po pa ndihmën e territoreve arabe, pa ndihmën e përdorjes së këtyre territoreve për të furnizuar avionet izraelit të cilët shkojnë dhe bombardojnë Iranin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nuk do të kishin një sukses në këtë goditje me Iranin, dhe ata e pan këtë nga lufta 12 ditore që u bë vitin e shkuar, ku si thua pam një kolaps total të mbrojtjes së Izraelit dhe një goditje totale me raketa ballistike nga Irani tek Izraeli. Çka ndodhur më pas? Pra në fillim fare do t'ju jap këto që ka ndodhur. Pra, përgjigjja e Iranit ishte një përgjigje, shumë veta e cilësuan si një përgjigje dhe po e cilësojnë si një përgjigje në inate sipër
dhe e shthurur, si thua, godit atje, pa ndonjë plan veprimi. Por, po ta analizojmë pak, do këto kam por, po ta analizojmë pak më thellë këto goditje, do të kuptojmë se janë goditur sistemet radare në Bahrain, sistemet radare në Katar dhe sistemet radare kryesore të Shtetet Bashkuara të Amerikës në lindjen e mesme. Këto sisteme radare janë goditur, besoj unë dhe shumë analistë që analizojnë luftën, për disa arsye. Arsyeja e parë është sepse këto goditje nuk kanë qenë goditje kështu kuturuesi thua. Këto goditje kanë qenë faza e parë e një lufte të gjatë, e cilën mendojmë që do të vazhdojë gjatë nëse vazhdon ndërmjet këtyre shteteve. Dhe puna e parë që do të bëhet duke pasur parasysh se Irani nuk ka ndonjë forcë ajrore të fuqishme. Irani ka aviona MiG rus të vjetër, pra aviona të cilën me thënë vërtetën nuk kryen ndonjë punë për mbrojtjen e hapësirës ajrore. Duke parë këtë, atëherë kuptojmë se e vetmja mënyrë e Iranit për të qenë suksesshëm në këtë, si thua, kundërpërgjigje ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit, është në radhë të parë për të bërë këto goditje dhe eliminuar sistemet raketore, në radhë të dytë për të vazhduar këto goditje dhe për të ulur atë sistemet e mbrojtësve, pra për të ulur numrin e raketave mbrojtëse që ka Izraeli, që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe është për të teksuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë sisteme mbrojtëse në Jordani, kanë sisteme mbrojtëse në Arabi Saudite. Arabia Saudite ka sistemet mbrojtëse të vetat dhe prandaj u kërkua dhe futja e këtyre shteteve në luftë, si thua, shteteve arabe në luftë, se përveç se sistemeve mbrojtëse amerikane që janë këto vende, ata kanë dhe sisteme mbrojtëse të vetat dhe po bëhet çdo gjë për të mbrojtur Izraelin. Kemi parë disa goditje të dronëve Shahid iraniane edhe në disa ndërtesa, për shembull në Dubai, kemi parë edhe në disa ndërtesa në Katar, në Emiratet e Bashkuara dhe kështu me radhë. Sipas atyre që analistëve thuhet që në këto ndërtesa kanë qenë ushtar të huaj, pa ushtar amerikan, ushtar italian, ushtar të ndryshëm, të cilët ishin evakuuar nga bazat amerikane dhe ishin dërguar për të jetuar, për të ndejtur për të farë kohë, si thua, në për këto hotele. Pra janë goditur hotelet ku thuhet që janë dislokuar, pa janë çuar ushtar, jo vetëm amerikanë dhe të huaj, por dhe ushtarët e këtyre vendeve. Nga ana e Iranit, siç thash, kemi parë një goditje të mendojun dhe besoj që për ata që do të analizojnë luftën këtu duhet bazohen, mendojun një goditje strategjike, siç thash, për të arritur dy pikësunime. Pikësunimi i parë është siç thash edhe ai shkatrimi i radarëve, dhe pikësunimi i dytë është ulje e mundësive mbrojtëse të gjithë këtyre vendeve, të Izraelit, Shtetit Bashkuar të Amerikës, të gjithë këtyre vendeve, duke i harxhuar atyre të gjitha këto raketat e këtyre sistemeve kundërmbrojtëse në këtë fillim, për t'i dhënë pastaj më pas asaj kohë luftës me dronët dhe me raketat balistike të cilat ata kanë, të cilat Irani mendohet se ka me mira të tilla. Pra lufta sapo ka filluar, të gjithë analistët e Wall Street Journals, analistët e të gjithë këtyre gazetave të mëdha thonë që kjo nuk është një luftë ditore, por do të jetë një luftë javore. Irani, si thash, nga ana e tij, jo vetëm ka bërë këto sulme, ka bërë edhe atë që pritej, që un kam kohë që e them, që pritej që do bënte, ka mbyllur ngushtisën e Hormuzit, nga ku kalon 20% e prodhimeve të naftës botërore. Pra, të hënën, në qoftë se kjo vazhdon, do shikojmë nivele të papara të çmimeve të naftës, pra në qoftë se kjo vazhdon. Gjithashtu Irani ka bombarduar edhe disa puse nafte në Arabinë Saudite, pra Irani po bën atë që unë e kisha parashikuar, ekspertët e kishin parashikuar, po bën atë që ka mundësi të bëjë. Po mbyll ekonominë botërore. Duke forcuar një tërheqje sipas tyre, pra sipas mendimit të tyre, në qoftë se do bëhet kjo, atëherë njerëzit që banojnë në këto vende, duke parë çmimet e larta të benzinës, duke parë çmimet e larta të ushqimeve, në qoftë se kjo vazhdon, atëherë njerëzit do ngrihen dhe do rrëzojnë këto qeveri. Pra kjo është shpresa e Iranit. Do t'i detyrojnë këto qeveri të mos sulmojnë Iranin. Kjo është shpresa e Iranit.
Kemi parë tani dhe ndërhyrje, Izraeli ka pasur një aksion kundër Iranit, siç thanë edhe vetë ata, megjithëse unë këtyre të thash Izraelit nuk i besoj shumë, sepse këta e kanë ata aparatin e propagandës shumë të zhvilluar, por ata kanë thënë dhe është dhe disi e konfirmuar nga disa rrjete që ka pasur një aksion, një sulm ndaj Iranit, një sulm të jashtëzakonshëm ndaj Iranit, pra ka mbi 200 avion ka marrë pjesë në këtë sulm dhe ka sulmuar Iranin, se thua këto në veriun e Iranit, pra vendet nga ku mund të kenë këto raketa hersa, të cilët janë drejtuar kundër Izraelit dhe vendeve të tyre arabe. Kjo pak a shumë ka ndodhur, si thash, ato që kemi parë aksionet e sulmimin e Amerikës dhe Izraelit dhe kundër përgjigjen e Iranit. Deri tani. Për sa i përket strategjisë luftarake, nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraeli, strategjia luftarake, ajo që thuhet nga analistët, nga strategjistët e luftës, besohet se është kjo. Pra ata po mundohen të dekapitojnë leadershipin e Iranit në mënyrë që të ngrej një revolt nga brenda Iranit dhe se thua të rrëzohet pushtetit dhe pushtetin ta marrin sipas tyre forcat e ish mbretit, pra Pahlavi, të cilat pretendohet që do marrin fronin në Iran, në qoftë se bie regjimi Khomeiniit. Ata po e bëjnë këtë, si thash, duke janë probleme me këtë strategji që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë dy. Problemi i parë është se Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Izraelin. Problemi i parë është se nuk e do njëri Pahlavi. Pra në qoftë se rrëzohet Khomeini, pra rrëzohet sistemi dhe vjen Pahlavi nuk ka mbështetje në njerëz. Aty shumica nuk e do njëri Pahlavin. Pra, kjo strategji për ardhen e Pahlavit aty është një strategji, besoj unë, që është sa për sy e faqe. Nuk është një strategji e shtyrë nga Iran, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse do të mirë në Iranit, këtu është në një periudhë kohore afat shkurtër apo afat mesme apo afat gjatë. Kjo më bën mua të mendoj që këta nuk kanë një strategji, edhe nuk i intereson strategjia, sepse strategjia e tyre, siç e kemi thënë më përpara, nuk është vetëm rrëzimi i ajatollahut, por është copëzimi i Iranit, sepse Izraeli e shikon Iranin si forcën kryesore balancuese ndaj tyre në lindjen e mesme dhe nuk shikon rrugë tjetër përveç se shkatrimit të Iranit. Dhe për këtë duhet t'ju them diçka. Pati një lëvizje, besoj unë shumë interesante nga një leadership i lartë i Omanit, më duket se ishte presidenti apo ministri i jashtëm, diçka e tillë, pra një dikush që po merrej me negociatat, i cili doli në shtypin amerikan dhe tha, dje në darkë. Pra përpara se të bëheshin këto sulme, tha, Irani është gati që të mos mbaj fare mbetje nukleare apo reaktor nuklear, sepse nuk do të bëjë armë nukleare. Irani është pro, që të është vetëm energjisë nukleare, nuk do të bëjë asgjë nukleare dhe le të vinë na inspektoj AIF-i, pra organizata që merret me inspektimin e tyre, le të vinë Shtetet e Bashkuara të Amerikës na inspektojnë, e kështu me radhë. Pra, kjo dalje që bëri ai, mua mu duk shumë interesante, dhe unë aty e kuptova që çdo gjë më ka marrë fund. Pse mu duk interesante? Sepse mesazhet që po vinin nga çifutët të cilët kanë ngarkuar Trumpi për të bërë negociata me Iranin, Stephen Witkoff dhe Jared Kushner, të dy janë çifut këta. Mesazhet po vinin që Irani nuk do të bëjë marrëveshje, pra po i injektoje popullit amerikan në kokë që Irani nuk do të bëjë marrëveshje. Në një nga televizionet më amerikan thash doli ky politikani Omanit, i cili tha që Irani do të bëjë marrëveshje, pra ishte një mesazh drejtuar drejt për drejt publikut amerikan, duke parë se publiku amerikan po ushqehej me një mesazh të rrem nga negociatorët Jared Kushner dhe Stephen Witkoff, negociatorët të cilët kërkojnë, siç thash, nuk kërkojnë paqe me Iranin, nuk kërkojnë heqjen, nuk kanë hallin tek armët nukleare të Iranit, sepse Irani nuk ka armë nukleare. Këto janë negociatorë të cilët kërkonin
një pretekst për të sulmuar Iranin një pretekst nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për të sulmuar Iranin në mënyrë që të vejë në jetë kjo vizioni i Netanyahu, vizioni i Izraelit për një shkatrim dhe copëzim të Iranit. Them që kjo është një problem sepse thash në radhë të parë një copëzim i Iranit do jetë një katastrofë totale dhe Evropa është ajo që do ta huajë më tepër dhe mund të themi do flasim pak më pas për këtë. Por problemi me Iranin është se Irani me Ajatollahun dhe edhe në qoftë se është vrarë Ajatollahu është se ata e kanë atë linjën e drejtuesve të cilët marrin drejtimin edhe pasi këta njerëz vdesin. Dhe ç'dua të them me këtë? Kemi parë në sulmet e Izraelit kundër Iranit, në sulme më parë që ka bërë përsëri Izraeli kundër Iranit, në sulmet e luftës 12 ditore kundër Iranit, edhe në këto sulme tani kundër Iranit, kemi parë që dekapitimi i generalëve nuk sjell asgjë, biles sjell dhe një përkeqësim të situatës, sepse vetë ushtria e Iranit e kanë dërtuar ushtrinë e tyre në këtë mënyrë që në qoftë se një general bie, ata kanë një general tjetër që direkt e vendoset në vendin e tij. Pra kanë shumë njerëz të cilët janë gati për të pasuar këta njerëz dhe ata e kanë mësuar, e kanë bërë këtë, është një sistem gati unik i vetëm në botë dhe kanë bërë këtë sistem sepse nga që nuk kanë mbrojtje kundër ajrore, atyre i vriten generale çdo 6 muaj dhe ata si thua general vriten, general vin, Irani ngel po një. Pra dekapitimi i leadershipit të Iranit nuk sjell asgjë përveç se një reagim të tillë, pra si thonë një reagim të tillë, një reagim ku çdo gjë përfshihet në luftë regionale. Do doja të thoja edhe këtë. Për sa i përket luftës, mendoj që jemi në hapat e para të luftës. Besoj që kjo luftë do të zgjas pak. Se sa do të zgjas, nuk e di, por kjo nuk do të jetë një luftë siç ajo që pam lufta ku Shtetet Bashkuara të Amerikës çuan disa bomba, bombarduan një male, këta bombarduan një bazë, u mbarua kjo. Kjo nuk është e tillë. Dhe mund t'ju them pse. Kjo nuk është e tillë sepse në këtë luftë jo vetëm që nuk ka koordinim siç ishte më parë dhe kur gjërat nuk janë koordinuara, gjërat dalin jashtë kontrollit. Po në këtë luftë un kam parë video nga ushtar amerikan. Në video që kemi parë më përpara, që dilin më përpara, pra gjatë luftës 12 ditore dhe gjatë luftrave të tjera që kemi parë, kanë qenë më tepër video arabësh, të thonë Allahu Akbar, bënin video kështu më radh. Tani unë nuk e shoh më këtë, unë tani po shoh më tepër video nga amerikan, nga ushtar amerikan, nga në shtetas amerikan që janë në ato vende që me shumë gjasa janë të cija se të kështu më radhë të këtyre shërbimeve sekrete se nuk ma mendje që kanë në shtetas amerikan tani që është në këto vendet e luftës për turizëm, si thua në këtë kohë, pra mund të ketë disa, po jo në një shumicë të tillë dhe jo në një afërsi të tillë me bazat amerikane. Pra këto janë video që po vinë nga ushtar amerikan, këto janë video që po vinë nga agent amerikan dhe kështu me radhë, dhe kjo mua më bën të tregoj që po sulmohen këto vende. Sa më përpara nuk vinin video nga amerikanët sepse në të vërtetë nuk po sulmoheshin amerikanët. Tani mua kjo më bën të mendoj që po sulmohen amerikanët në lindjen e mesme. Dhe prandaj them që në qoftë se kjo është e vërtetë, atëherë jo në qoftë se kjo është e vërtetë, po në qoftë se kjo vazhdon akoma të kemi një vazhdim të zgjatë të kësaj luftës. Ç'kemi parë në lindjen e mesme? Në lindjen e mesme kemi parë disa reagime. Kemi parë qeveritë e Arabisë Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe, Jordanisë, pra qeveritë të cilat janë në këtë koalicionin me Izraelin dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës të dalin kundër Iranit. Arabia Saudite ka thënë që ne do luftojmë kundër Iranit, ka mobilizuar forcat ajrore dhe kështu me radhë. Nga ana tjetër, kemi parë edhe këto aleatët e Iranit, pra kemi parë Houthit të cilët kanë bllokuar, kanë thënë do të bllokohet çdo anije që kalon
në ujrat, pra në detin që lak brigjet e tyre, që dhe kjo është diçka shumë e rëndësishme, sepse nëse bëhet kjo dhe aty ka një numër jashtëzakonisht të madh anijes të cilët kalojnë nëpër brigjet e Yemenit, pra nëpër brigjet ku janë Houthi, dhe nëse kjo bëhet, ndalohet totalisht, duke parë që është mbyllur dhe ngushtica e Hormuzit, pra kanali i Hormuzit, atëherë kemi të bëjmë me një blokadë totale të daljeve të naftës nga gjiri persik dhe nga Arabia, dhe kjo do të sjellë një katastrofë në ekonominë botërore. Kemi parë gjithashtu, jo vetëm Houthi, po kemi parë, dhe kjo është besoj më shqetësuesja, kemi parë në Irak. Iraku, siç dihet, ka një milici shumë të madhe, pra milisha siç quhet, apo grupe shumë të fuqishme, të cilët përkrajnë Iranin. Të gjitha këto grupe kanë dalë përkraj Iranit, kanë thënë që do të sulmojnë bazat amerikane dhe si thosh janë shtuar përkraj Iranit. Po çdo të thotë kjo? Pra, kjo është një luftë totale regionale. Kjo është një katastrofë. Është bërë të shtunën sepse nuk donin që të ndodhte kjo, po të shtunën pra të dielën, sepse nuk donin që të shpresonin që të dekapitonin leadershipin e Iranit dhe të mbyllte shpejt kjo, sepse nuk donin që të hapen bursa e çmimet e naftës dhe kështu me radhë gjatë javës, se do të kishin parë një kataklizëm për sa i përket asaj që do të ndodhi me çmimet e naftës. Çmimi i naftës ka filluar ngrihet, dhe besoj që ekonomia botërore, nëse kjo vazhdon, ekonomia botërore do kalojë një shok shumë të rrezikshëm dhe shumë vende do të kenë shumë probleme për sa i përket këtij shoku që do dalin nga ekonomia botërore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhanë alarmin, dhanë një sinjal që ata nuk mund t'i mbrojnë dot të gjitha anijet apo të gjitha apuset e naftës në lindjen e mesme, pra si thua ata autorogje nga ky drejtim thanë që ne nuk kemi ç'të bëjmë, bëni ç'të bëni, si thua kujdesuni për veten tuaj. Kjo për sa i përket nuk do të dua të kaloj akoma tek analiza politike, duhet të shikoj pak këto lajmet e fundit, si thua, për të treguar se ç'po ndodh. Ka shumë fjalë, unë shikoj tani, për shembull, janë shumë lajme të cilat nuk mund t'i marrësh për të vërteta. Për shembull, Israeli Defense Minister killed by Iran, thonë, ministri i mbrojtjes i Izraelit është vrarë nga Iran. Pra ka shumë lajme të cilat nuk mund t'i marrësh si të vërteta, pra këto nuk e di dhe nuk mund t'ia them për të vërteta, dhe prandaj duhet t'i filtrosh, por një minutë po shoh se vazhdojnë. Tel Aviv thot është në sulm tani, po sulmohet akoma Tel Avivi. President Trumpi, për këto janë disa nga ato sources, disa nga burimet të cilat besoj unë se janë të besueshme për sa i përket lajmeve që i japen, sepse i kam verifikuar vetë dhe i kam parë kush janë, domethënë kush jep lajme të vërteta dhe kush jep lajme sensacionale. Ka shumë njerëz që duan klikime. Por diçka thoi presidenti Trump është shumë i mërzitur me ato që kanë ndodhur këto orët e fundit, sepse nuk mendonte që do të kishim një konflikt të zgjatur me Iranin. Dhe ky është problemi, ky është problemi. Problemi është se, si thash, ideja ishte për dekapitimin e leadershipit iranian dhe si thua një tranzicion, gati si ajo që ndodhi në Venezuelë, një tranzicion të qetë, ose edhe me më pak si thua zhurmë se sa ky që po ndodh. Por unë ju thash, Irani nuk funksionon ashtu. Irani nuk ka problem se po duhet kuptojmë diçka, se thon vrasja u vra Khamenei. Khamenei edhe po mos të vriste, i kishte ditë të numëruar, ishte 80 ca vjeç, gati 90 vjeça, 90 ca vjeç domethënë. Ishte në fund të jetës së tij. Nuk kishte Khamenei, si thua, nuk është Khamenei ajo shtylla që mban Iranin. Dhe ata e dinte, ai vetë Khamenei e dinte këtë. Pra nuk është se vrasja e Khamenei do të rrëzojë regjimin në Iran.
Por më tepër do ta bëj më të egër këtë regjim, sepse të gjitha burimet që ka mund thonë që tani jo vetëm që Khomeini ishte ai i moderuari, ishte ai I cili si thua kishte bërë fatwa për të mos bërë armë nukleare, por tani nëse Khomeini ikën, tani fraksioni I ushtrisë, pra fraksioni më I rrept, fraksioni të cilin ne nuk donim të vinë, është si thua të heqësh një të moderuar dhe vësh ekstremistat, pra fraksioni I ushtrisë mund të marri leadershipin, jo mund të marri, po thonë që e ka marrë leadershipin e Iranit, pra janë ata të cilët drejtojnë Iranin tani, dhe nëse janë ata të cilët drejtojnë Iranin, konflikti, do të kemi një konflikt të prolonguar, të zgjatuar, sepse, siç thash, rrëzimi I tyre do të thoshte jo vetëm vdekjen e tyre, po do të thoshte vdekjen e familjes së tyre, ata e panë se si tashmë, ata e panë se ndodhi me Saddamin dhe familjen e tij, e panë se ndodhi me Gaddafin dhe familjen e tij. Ata e kanë parë se ç'ka ndodhur në për këto luftra në lindjen e mesme, dhe për ta është një luftë për ekzistencë, për mbrojtjen e vendit, për mbrojtjen e tyre, për mbrojtjen e familjes tyre. Dhe prandaj them që thotë është mërzitur presidenti Trump, po sigurisht që është mërzitur dhe unë nuk e marr vesh, domethënë si mund të thuar që jam mërzitur për këto që po ndodhin, kur këto gjëra e di edhe unë. Kam kohë që I them këto. E që kërëm pa... Ja? Shikon që po ndodh tani direkte në Izrael, do më thënë, ja nuk është kanë... Më të regon mua kjo. Kjo mua më të regon që sisteme mbrojtëse raketore të Izraelit nuk po funksionojnë. Nuk mund të funksionojnë, sepse janë të zënë me çdo gjë tjetër. Pra, Irani, kjo është dita para, mos harroni, kjo është dita para, pra flasim për ditën e parë të një konflikti të zgjatur. Irani ka bërë këtë që ka çorit me goditje ndaj radarëve dhe me goditje ndaj sistemeve antiraketore, ka çoroditur sistemet mbrojtëse të Izraelit dhe më gjërë. Dhe po shikojmë dronë të përplasen me ndërtesat të godisin ndërtesa në Abu Dhabi, në Dubai, shikojmë Izraelin, portin e Haifës gati shkatruar, shikojmë Izraelin që po bombardohet, Tel Avivi po bombardohet e kështu me radhë, dhe nuk ka një përgjigje ashtu siç duhet, sepse siç thash, unë sinqerisht e besoj që këta kishin menduar që bam do t'ja dekapitojmë të gjithë leadershipin tyre ne dhe e morëm me bam. Dhe besoj që kjo I shton Trumpit nga ata që rrethohet Trumpi, pra duhet kuptoni diçka. Duhet të themi gjërat ashtu siç janë. Trumpi rrethohet nga njerëz të Netanyahut. Nuk rrethohet Trumpi nga njerëz të cilët mund t'i japin atij dhe këtë mendim ndryshe. Trumpi rrethohet nga njerëz të Netanyahut. Dhe kjo e ka bërë Suzy Wiles, pra Chief of Staff, drejtoresha e shtëpisë bardh, pra ajo që ka, është krau djathtë I Trumpit, ka qenë menaxhere e fushatës së Benjamin Netanyahu në 2020, në rizgjedhjen e tij në 2020, pra e njëjta menaxhere që ka pasur Benjamin Netanyahu, po të rizgjedhur në 2022, ishte e njëjta e cila ishte menaxhere e Trumpit, I cili u rizgjon në 2024, e cila është akoma tani, domethënë në shtëpinë e bardhë, e cila drejton se kush takon presidentin Trump dhe kush nuk takon presidentin Trump. Steve Miller, edhe ai një çifut I njëjtit kalibër, edhe ai është, si thua, ai këshilltari më I afërt I presidentit Trump. Pra, po ta shikosh, të gjithë ata që rrethojnë presidentin Trump janë ose çifut, si thua, pro-Izraelit, janë ose evangelist, të cilët si thua, shikojnë Izraelin si shpëtimtarin e tyre, domethënë. Dhe prandaj them që ka këto reagime. E të shikojmë disa reagime të tjera këtu.
Ja. Video të tjera nga Bahreini. Shiko si vin droni godet dhe nuk e di, më thënë, pa në Bahreini është bërë shiko. Do më thënë, godit dronin ndërtesën, kalon dhe godit dronin ndërtesën pas një mbrojtje kundër errore, do më thënë fare, sigur tjetë në shtëpi vet. Pra, sinqerisht që këto që po bën këta tani për tani në këtë kohë, unë nuk kam parë ndonjëherë domethënë që t'jenë në vende të tilla pas një mbrojtje të sulmosh një vend dhe të mos kesh asnjë mbrojtje për të mbrojtur nga ato që do bëj ky vend, ose të lesh aleatët e tut, mos ken asnjë mbrojtje për të mbrojtur nga ky vend. Por si thash, kjo është bërë me qëllim, sepse duan të kalojnë popullsinë myslimane të këtyre vendeve të luftojnë me Iranin. Pra duan të fusin myslimanët në një luftë kundër njëri tjetrit. Kjo është ajo, se thua, gjithmonë kjo ka qenë dhe kjo është ajo strategjia e tyre. Shikojmë prap. Të gjitha këto që them janë lajme nga burime të konfirmuara, asgjë nuk është nga burime që thua, hajtë se e pashëm këtu dhe po jetë. Të gjitha janë nga burime të konfirmuara. Nafta e Arabisë Saudite. Goditje kundra naftës Arabisë Saudite. Pra, strategjia e njërës palë duket sikur nuk ka funksionuar deri tani, pra strategjia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, që besoj unë ishte një strategji dekapitim i leadershipit të Iranit dhe si thua rrëzim si domino pastaj të gjithë këtyre të forcave të gardeve ushtarake Iranit dhe të gjithë sistemin mbrojtës të Iranit, kjo nuk ka funksionuar. Përse nuk ka funksionuar? Sepse po shikojmë kundërpërgjigjen. Kundërpërgjigja, si thash, ishte kjo. Godit sistemet antiraketore amerikane, izraelite në gjithë lindjen e mesme, gjë që po bëhet. Godit radarët janë ata të cilët drejtojnë sistemet antiraketore, drejtojnë avionët dhe si thua janë syri i Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit për sa i përket mbrojtjes së tyre nga sistemet balistike, sistemet raketore iraniane. Pra, godit radarët, godit mbyll ngushtisën e Hormuzit. Këto të dyja janë, si thash unë, godit radarët dhe godit sistemet antiraketore janë për të rritur efikasitetin goditjeve të tyre që mund të vinë më pas, nëse do ketë një val tjetër goditjesh. Që me sa po shikojmë ka, sepse siç u tregova, ka pamje që Izraeli po goditet në mënyrë të paparë, domethënë, jo vetëm Izraeli, po të gjithë aleatët e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit në lindjen e mesme. Mbyllja e radarëve bëri kjo dhe plani tjetër, pra përveç se këtyre të dyja, plani tjetër ishte goditja e këtyre vendeve goditja e ekonomisë së këtyre vendeve. Pra, futja e njerëzve, goditja e ekonomisë së këtyre vendeve do të thotë që ngritja e njerëzve ngritja e njerëzve në këmbë për të arritur si dhe për të ndaluar luftën. Dhe si u bë kjo u bë duke mbyllur ngushtisën e Hormuzit, duke nxjerrë dhe ato Houthit nga ana tjetër për të ndaluar trafikun e anijeve në detin që kalon nga brigjet e Yemenit, një ngushtisë dhe ajo shumë e rëndësishme, dhe duke goditur puset e naftës në Arabi Saudite. Kjo besoj unë thash, është bërë me qëllim, është bërë i vetmi qëllimi i kësaj është goditja e këtyre ekonomike e këtyre vendeve, sepse thash, në qoftë se kjo vazhdon, ne do të kemi një rritje të çmimit të naftës, u çbën rritja, domethënë, okay, u rrit çmimi i naftës, u rrit çmimi i benzinës, s'do ecim me makinën, jo, nuk është vetëm ajo, se rritet çmimi i naftës, rritet çmimi i benzinës, rritet çmimi i energjisë, rritet çmimi i prodhimit. Pra çmimi i ushqimit rritet, çmimi i ngrohjes rritet, çmimi i qarkullimit, i lëvizjeve rritet. Pra çdo gjë rritet dhe kur çdo gjë rritet me shumë fish, do arrit na shkojë buka
$100 i co buk, domethënë. Në qoftë se kjo vazhdon, dhe këto janë gjëra që unë ka kohë që i them, domethënë, dhe si thua, ato që kemi thënë ka shumë kohë, po i shikojmë në terren të përfaqësohen ose të përjetësohen në terren të gjitha këto që kemi thënë. Situata deri tani nuk është e mirë. Shpresoj që të kemi, nuk do ta bëj shumë gjatë këtë video, nuk më lën të dal live, do të jem në RTS sot në darkë dhe do flas dhe atje, po situata nuk është e mirë, do bëj një video tjetër për ta vënë në mëngjes ose sot në darkë një tjetër në qoftë se ka zhvillime të tjera. Situata nuk është e mirë, situata është fluide. Mbushni makinat me benzinë sa për të jeni të sigurt, dhe un kam kohë që ju them, kurseni parat. Kam me videot e mia, më ka vajt doja mbrapa, kurseni parat se jemi në një periudhë që në qoftë se materializohen ato që mund të materializohen, pra rreziqet që mund të materializohen, do të kalojmë një kohë shumë të errët. Dhe siç ju thash, sikur të rrëzohet regjimi iranian, sikur të shpërbëhet Irani, siç duan ta bëjnë këta, imagjino milionat e refugjatëve të cilët nuk do të shkojnë në Arabi, sepse ata janë shia, nuk i shkojnë mirë me arabët si pranon ata, edhe biles nuk i pranon njeri se do të jenë direkt nga një epokë pas luftës, më thonë që kanë luftuar me njëri tjetrin, me milionat e refugjatëve që do përballet Evropa, që e cila tani më është e mbytur me refugjatë edhe pa refugjatët iranianë. Imagjinoni, Irani është mbi 90 milion banor, imagjinoni milionat e iranianëve të cilët do zbarkojnë në brigjet e Evropës. Imagjinoni katastrofën që do përballet Evropa. Imagjinoni kjo që po ndodh, që nuk i bën askujt mirë përveç se Izraelit. As Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk i bën mirë, as Evropës nuk i bën mirë, i bën mirë Izraelit. Përse i bën mirë Izraelit? Për ta kuptuar, i bën mirë sepse si thuat eliminon rivalin apo atë forcën e cila e mbante në baraspesh gati atë, si thuash, fuqinë ushtarake në lindjen e mesme. Në radhë parë, këta të tjerë i ka çdo doj, bën me këta si të doj, se këta janë sklever të Shtetet e Bashkuara, pra i detyron Shtetet e Bashkuara Amerikës bën çdo doj, Arabinë Saudite, Jordaninë dhe kështu me radhë, Egjiptin dhe kështu me radhë. Fillon politikat e tij zmadhuese, zmadhohet, arrin atë ëndrrën e vet pra të Izraelit të madh, siç e kemi thënë ne, sepse nuk do ketë më kundërshtar në lindjen e mesme, kush do të kundërshtojë më, por bën edhe diçka tjetër. Vën në jetë planin Kalergi, të cilën unë kam vite që ju a them, dhe është plani për të shkatëruar popullsinë e bardhë në Europë. Duke sjell edhe miliona refugjate iranian si për këtyre që janë tani, unë ju garantoj, popullsia e bardhë në Europë do të jetë një minoritet shumë shpejt. Kaq për sot, se s'dua ta bëj shumë gjatë, besoj se u informuam pak më tepër për sa i përket kësaj që po ndodh. Si thash, më ndiqni në Facebook, më ndiqni tek faqja evërteta.net, edhe diçka përpara se të largohem. Kemi pasur një nisje të faqes të jashtëzakonshme, mbi 2000 njerëz kanë vizituar faqen, që jo vetëm që si kanë bërë asnjë reklam, por edhe Facebooku, si që dini ju, unë edhe këtë video i bëj këtu së dalë do të live në Facebook, sepse më kanë censuruar Facebooku, pra në Facebook jam totalisht i censuruar, dhe përsëri, mbi 2000 njerëz, dhe përpara se të largohem, do t'ju të tregoja diçka, sepse jam sinqerisht, në radhë parë jam falenderues të gjithëve, nuk po e bëj për lekë që ta dini, thjesht për të shpërndarë informacionin, po jam i falenderues të gjithëve që më besoni, që i klikoni asaj faqes, po doja t'tregoja diçka që unë si stash jam i Okej, so po ta shikojmë, një minutë. Okej. Për 10 ditë që kemi pasur faqen, kemi pasur 1800
75 vizitor për 10 ditë, 1000 tek ati 2000 vizitor për 10 ditë, 200 vizitor në ditë. Thash, ju falenderoj, se kisha qunë për men jo, po ju të regoj diçka tjetër të cilën me gjithë men jam një minut. Overview. Okay. Tani shikoni nga na shikojnë njerëzit. Me pa parë. Bëj një video. Marr informacionet këtu, po do dohet ju bëj ta bëj fotografi që ta shikoni, ta afroj më tepër, sepse jam, domethënë, shumë i njohës, po jam edhe shumë i surprizuar. Një të bëj separat e fotot. Okej. Tani shikoni. Shikoni nga na shohin, shikoni nga jeni ju, shikoni veten tuaj. Pra, Amerika, Kanadaja, Italia, Greqia, Shqipëria, Maqedonia, Kosova, Gjermania, Zvicra, vendet skandinave, që Evropa, vendet skandinave, të gjithë vendet skandinave, Franca, Hollanda, Anglia, Maroku, Portugalia, Tunizia. Faleminderit. Më thënë diçka që unë as se kisha menduar në njerë që njerëzit do shikonin dhe do lexonin, por me që lexoni, me që shikoni, ju premtoj që të gjithë artikuj që do t'i ve as njerë se tu është pa interesa personale dhe për më tepër me interesa pro shqiptarve dhe pro kombit dhe pro të mirës të ke fundit. Kupton se në qoftë se gjërat shkojnë mirë për shqiptarët, jam shumë i mirë që shumë i bën gjërat shkojnë mirë edhe për të tjerët, kupton? Prandaj faleminderit për atë, kaq për sot, për tani, shpresojmë që të mbaroj lufta, po me sa duket nuk do kemi përfundim të shpejt luftës. Mirupafshim.